Përmbytjet në territorin e Bashkisë Shkodër kanë shkaktuar dëme të shumta edhe në tokat bujqësore të fshatit Trush. Banorët thonë se tokat e tyre në pushtetin e ujit prej 3 ditësh, ndërkohë ka edhe banesa prezencë ujë përreth. Sipas banorëve, kjo vjen vetëm nga shkarkimet e hidrocentraleve, ndërkohë ndihen të braktisur nga pushteti lokal. Jam zgjuar me tush Bracaj, nga fshati Trush. Jam i përmbytur tash 3 ditë në ujë. Edhe jashtë orela Shyrçit, shumë kushtet orela Shyrçit, det për det nuk e kam drinjin i kilometër. Det për det vinë për orela Shyrçit e futën në shtëpi këto. Dek, shikoni shtëpinë, shikoni vendin çfarë bën këto. Me tokë, me çdo gjë. Tash na do na me tu diko. Ti pasosh, mal nuk na kush me shku. Si më lën kush me shku mal, pa është këtu nesër. Pa hi, bash pa bëj shtëpinë malkoli. Po nuk na kush me shku as malkoli, kja bukur. Çfarë do më shikosh këtu ju për mytja? Do me sa dush, me shpende, me gazh dhe me nomin apo çdo gjë, me misë, me çmos. As katër çdo gjë. Çfarë licen? Çu licen? Më myt më më zotni. Ja më myt, hajde mos më, hajde urna. Çfarë? Urna zotni. Ja është orela Shyrçit. Si vjen direkt prej bulet, direkt. 1 metra boti, rruga e botit, mytet zona Shyrçit, orelat, a vjen uji direkt këtu. Janë mëtë mi 10 boqet tokave Trushit, Trushonëve të mi në zonë Zvërdicë. Kjo është vetëm përmbytja e hidrocentraleve. Nuk ka përmbytje shqiptu, nuk bëhet fjalë. Për shqitu s'bëhet fjalë. Vetëm hidrocentralet na përmbysin ton kohën. Kanë mjallëgji nga grunë to, kanë mjallë kena grunë. Njerëz me hallxhi, me mi halle jetojnë, tan tokat përmbyt na janë, komplet. Na jena në fshatin Trush, tokat e Trushit si i merr, në Bashkinë Shkodër. Shivej aktualisht pashini vetë ujin. Damet janë bo si marament, se me thonë, si unë i kam 3 dëllim, kam lëljum, si jam mëtë komplet. Plus pasaj si kam jonxhe, kam tana, kam 20 dëllim i tu, kam 20 dëllim i kam të orejlet e Shirësit si kam me cira, janë 40 dëllim si i kam në nuj. Nësë dim kam e shku motësh, nësë dim gjo si nësi me ken pa kretar bashkijet, asi pa si sa mas me në përmend kërkush. Si Trushi është fshati më i madh, si jetën me blegtëri. Sot janë 6 bojëses janë të mytë në nuj, plus që atë ishte uj i prep atë u hapë. Kërkush së është përmend, në zim ka me shku të shmu në ku, si në kina met vetëm të doli shtu të full, ashtu për kërkush, as kina paken me në apru diqa paken për baktitë, që unë kam 3 dëllim, lulljum që ashtë bon, që a i zdojtë zja motër, plus edhe janë që të mësajnë si zbojnë mo, plus edhe që atë ishtu prep, ata thujnë televizor si karo, u bujti karo, po nësë shohëm gjojtu. Leonard Zadrima është një biznesmen në zonën e Shirqit që merret me prodhimin e bimëve dekorative. Ai tregon se dëmi që është shkaktuar nga përmbytjet është kolosal, deri në 100.000 euro, ndërsa i bën thirrje kryebashkët Beci që të nisë grupet e punës për dëmet. Na prodhojmë bimë dekorative me shumicë dhe tregtojmë në Europën. Dëmi si më është bën mua është tepër kolosal. Unë i bëj thirrje kryetarit bashkisë, zotit Benet Beci, që të nisin grupin për marrë me pa çfarë dëmit na është bën. Janë për shkaqe natyrore, janë për shkaqe shiut, problemet janë që shumëta. Ne na ka bën një thirrje kryetari i shtetit që është sot, kryeministri zoti Edi Rama, më kthy për emigracionit për marrë me hap biznese në Shqipëri. Në momentin që ai ka bën thirrjen, unë jam i pari emigrant që kam ndaj 30 vjet në Itali, edhe kam marrë dhe kam hap biznesin në vendin tem, për me zhvillu vendin edhe ekonominë teme personale. Kështu që, unë i bëj thirrje edhe i herë qeverisë edhe Bashkisë Shkodër, që marrë me na shikju për dëmet që na kanë bërë. Dëmi sot për sot, to parashikohet rreth 70.000 euro, 100.000 euro dëm. Se çka mund bëjnë ata, sa mund të na përgjigjen, ata e dinë. Banorët kërkojnë dëm shpërblim të dëmeve që janë shkaktuar.